Qytetarët shqiptar pritet të kenë më shumë informacion dhe transparencë për kostot reale të pagesave dhe kombimit valutor. Banka e Shqipërisë ka nxjerrë për konsultim një projekt vendim të ri, i cili parashikon ndryshime në rregulloren për tarifat e llogarive të pagesave dhe transfertet bankare. Ndryshimet fokusohen kryesisht te pagesat me kartë, tërheqjet në ATM dhe transfertat online në valutë huaj. Sipas draftit, bankat dhe institucionet financiare do të duhet t'u tregojnë klientëve përpara kryerjes së transaksionit sa kushton realisht kombimi valutor. Kjo do të bëhet duke shfaqur diferencën mes kursit të aplikuar dhe kursit zyrtar të publikuar nga Banka e Shqipërisë në formën e një përqindjeje shtesë. Praktikisht, klientët do të kenë mundësi të kuptojnë më njëherë nëse kursi ofruar nga ATM-ja, POS-i apo banka është më i shtrenjtë se kursi zyrtar i trekut. Projekt vendimi synon të rrisë mbrojtjen e konsumatorëve, sidomos në raste të pagesave jashtë vendit apo në monedha të ndryshme nga jo llogarisë bankare. Bankomate dhe pajisjet POS do të detyrohen të shfaqin qartë shumën që do të debitohet nga llogaria e klientit dhe shumën që përfiton pala tjetër përpara konfirmimit të pagesës. Një tjetër risi është detyrimi për banka që të dërgojnë njoftime elektronike për klientët pas pagesave apo tërheqjeve në valutë huaj. Këto njoftime do të jenë falas dhe klientët do të kenë të drejtë të zgjedhin nëse duan t'i marrin apo jo. Ndryshime parashikohen edhe për transfertat online dhe pagesat SEPA. Bankat do të duhet të informojnë paraprakisht për tarifat e kombimit valutor, kostot totale të transfertës dhe shumën që do të marrë përfituesi. Sipas Bankës së Shqipërisë, këto masa synojnë të rrisin transparencën në tregun e pagesave dhe të përafrojnë më tej sistemin shqiptar me standardet evropiane. Projekt vendimi pritet të hyjë në fuqi në dhjetor të vitit 2027.